Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, përshëndetjet ja dërgojna Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar dhe e pasojnë e ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë poshtë jemi duke folur rreth 40 haditheve të imamëve që i kanë mbledh. Dhe jemi tek hadithi 11 me radhë. Edhe herë na kaluar kemi fol pak për hadithin 11, por nuk po bojna shumë sqarime tash për hadithin, se në pika shkurta se hadithi është i shkurt. Hadithin tash që e ka sjell Imam Tirmidhiu, Nesaiu dhe të tjerë, dhe Neviu thotë është hasan i mirë, dhe hadithi çka të kemi me dy fjalë. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Laj ato që je dyshim tu, merri sa në çka i sigurt. Hadith me pak fjalë, por me shumë kuptim. Shumë kishte me nasil dubin jetën tonë nëse praktikojna këtë hadith. Çka të na min sene dyshimta, po më duket që kjo a mos boni, a boni s'boni, po që kjo a vjedhi as vjedhi, po që kjo a boni këtë gabim as e boni, veç tha pejgamberi, lej dyshimtat, merrit sigurtat. Dhe që sahura del prej krizës. Me rëndësi për hadithin më nuk po flasmi, por tash po flas për transmetuesin e hadithit, për flas 2-3 fjalë. Kush është transmetuesi? Haxhi, transmetuesi ke nipi i pejgamberit, alayhi salam. Nipi i pejgamberit e ka posur emrin Hasani, që i thonë ana Hasani, djali i Aliut. Aliu djali ibn Abi Talibit. Për këto të t'i flasim me disa fjalë. Se na kena mosi tradit që për çdo hadith kur flasim diçka për ato që na ka sjell hadithin, ka pak fjalë i thojmë. Edhe në këtë rast po i themi për Hasanin. Po kur ka lind që ky Hasani nipi pejgamberit alayhis salam? Ose a thu kur ka lind? Ky ka lind në ditën e 15 të Ramazanit të vitit të 3 hijretit. Kur u bën hijreti, është shpërngulja e pejgamberit alayhis salam prej Mekës në Medinë. Një 3 vjet pas shpërnguljes, në vitin e 3, në Ramazan, në ditën e 15 të Ramazanit, lindi Hasani. Edhe a ka jetu shumë, so ka jetu Hasani, ky i pejgamberit alayhis salam? Ky ka jetu, ose ku në cilën vit tani vdesh, pra, lindi në vitin e 3, për me vdek thanë disa vdekin në vitin 49 hijri, disa thanë 50 hijri, disa thanë 51 hijri. Që i bjen një 46 vite, ose 47 vite, ose 48 vite ka jetu veç. Ma shumë nuk ka jetu. Mirë. Kjo është nipi i pejgamberit, është sahabi, shok i pejgamberit, edhe nip, edhe shok i pejgamberit, edhe khalifja i 5 me radhë që nifet. Se kur ka vdek baba i tij, Aliu, kur e kanë mbyt Aliun radhiyallahu anhu, kur e kanë mbyt khilafetin, pjesa dërmuese e muslimanëve, ja kanë dhënë bej'an, ja kanë dhënë besatimin Hasanit. Edhe ky e mojti pak, nuk e mojti edhe shumë normal, e mojti pak një 6 muaj, edhe pastaj ja dorëzoi Muawijes khilafetin. E flasim këto pak më vonë. Por para se me hit flasmi për ato që ka bën dhe qysh ka kalu, të flasmi se si e ka vlerësu pejgamberi alayhis salam, nipin e vet, Hasanin. Po edhe Husejnin, ndërkohë ka pak përmendet edhe Husejni, se Hasani Husejni janë dët janë nipat e tij. Nëse kemi Hasan i mirë, Husejni është emër i zvogëluar i Hasanit. Emër i zvogëluar. Tha pejgamberi se me një hadith interesant, që ka sjell Imam Ahmedi e Tirmidhiu, dhe Sheikhul Albani ka thonë është i vërtet. Tha pejgamberi alayhis salam, Al-Hasan wal Husayn sayyida shababi ahli al-janna. Hasani dhe Husejni janë zotërit e banorëve të xhenetit. Janë zotërit, janë kryesorët, janë zotërit e të rive në xhenet. E banorëve të xhenetit që janë kontri. Dhe dietarët tanë qysh më kuptohet që ky hadith zotërit e të rive në xhenet. Po i në Sanani ka thonë se kjo kuptohet se krejt kush ka vdek i ri e që ka meritu me shku në xhenet, Hasani dhe Husejni do t'jenë zotërit e tyre.
do të jenë më të kryesorët e tyre, të parët e tyre. Kështu thanë disa. Disa thanë edhe më ndryshe. Qysh? Thanë se në xhennet janë krejtëri. Në xhennet pleq nuk ka. As ploka nuk ka në xhennet. Janë krejtëri të moshës më të mirë, 33 vjeçare. Më që janë krejt njëjtë, e pat pejgamberën për qëllim, janë të rritë, ato këtë janë të njëjtë, po zotërit që të njëjtëve, janë Hasani dhe Huseini. Mirë po, kjo është që hadithi parë që i vlerësoj pejgamberin, dëni për me të vetë Hasanit, transmetuesit të këtij hadithi që na po flasmi, edhe Huseinit tjetrit, vllavit Hasanit, e që këta janë bitë Aliut, nipat e pejgamberit, se kanë qenë fëmijët e Fatimes, Fatimja çika pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa nëse flitet pak më detaje, unë është përmendje që mos më na ikë edhe kjo, nëse flitet në detaje në zinxhir, e di që kjo është e tepër, por për na e kanë që do mos anë me kështu. Në zinxhirin e këtij hadithi, do imam të mëdhaj të mëqëm, prej tyne Ibn Ma'ini, Ibn Medini, Ibn Adi, kanë thonë që zinxhiri i këtij nuk i plotëson kushtet, është daif. Kjo është kështu shtesë. Mirë. Pastaj një rast tjetër e ka sjell Imam Buhariu. Thot njëri prej njerëzve isha tek Ibn Omeri. Ibn Omeri, shok i pejgamberit që kena pas fol këtu pak për Ibn Omerin. Edhe erdhi një njeri pe Irakit. Edhe erdhi, o Ibn Omer, çka thonë ti, çfarë dënimi kam me mbyta në një mushkunj? Si me thonë një bubres, po mushkunj kanë thonë. Një miskujt vëgël, me me myt. Çfarë dënimi kam me me shkel në bubres në haxh atje? Çfarë dënimi kam? Ose nuk bubres që bën mushkunj. Një miskujt tha me myt. Çfarë dënimi kam one? I thanë Ibn Omerit. Ibn Omer tha për nga jetë atje. Tha jam për Irakit. Ibn Omeri për të rrethët, në që nësi shka tha që kjo? Kjo person ka prej Irakit, po më pyet çfarë dënimi kanë për me myt miskjojen, a këta të Irakit e kanë myt nipin e pejgamberit, Hasanin. Se e kanë myt pasaj. Dhe më thonë, e kanë myt, kështu e ka thonë, të kanë myt nipin e pejgamberit Huseinën, për në fjallë, të mu më pyet, se me me myt miskjojen çka po i bika. A thot unë kam dëgju pejgamberin kur ka thonë pejgamberi sa huma rayhanatayya min ad-dunya. Hasani dhe Huseini që pas kanë myt në Irak, Hasani dhe Huseini pas ka pason pejgamberi sa janë dy, si më thon, dy lulat e mia. Janë dy risk që mi ka dhënë Allahu në dunjë mu kënaq. Me ta. Ose janë dy aromat më të mira të dunjës që ne kënaqna me ta. Janë Hasani dhe Huseini. Ibn Omeri për i thët, këta e kënë myt nipin e pejgamberit, e mu për myt me myt një miskjoj çfarë dënimi pas na. Kjo të regon për vlerën e Hasanit dhe Huseinit. Vjen transmetimi tjetër prej Usame ibn Zeidit, radiallahu anhu. Që tha se, ka thonë pejgamberi, alisem ditë për ditë dhe more Hasanin për dore, edhe i tha për Hasanin, edhe Huseinin, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. O Zot, tha pejgamberi, o Zot, unë dua Hasanin dhe Huseinin. O Zot, unë dua Hasanin dhe Huseinin, duj edhe ti ata. Kjo tregon për vlerën e Hasanit dhe Huseinit. Dhe këtë hadith e ka sjell Imam Buhariu. Pastaj hadith tjetër që tregon për vlerën e tyre është hadithi që ka sjell gjithashtu Imam Buhariu dhe Muslimi prej Bara ibn Azibit, që thotë se tha pejgamberi alayhis salam, Allahumma inni uhibbuh fa ahibbah. O Zot, unë dua Hasanin, duje edhe ti atë. Unë dua Hasanin, duje edhe ti atë. Kjo tregon për vlerën që ka pasur nipi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, transmetuesi i këtij hadithi. Pastaj hadith tjetër që tregon për vlerën e madhe të Hasanit, një ditë për ditë dhe pejgamberi alayhis salam ishte në minber.
Një ditë për ditëve ishte pejgamberi sa në minber dhe e afroi nipin e vet Hasanin. E afroi nipin e vet Hasanin. Ishte në hutbë pejgamberi selam, edhe afroi. E po që Hasani erdhi, hyni në xhami, edhe e mori Hasanin. Edhe atëherë pejgamberi sa herë kërke xhamatin, herë kërke Hasanin. E që vërtet me paskon kohën tun, në gazeta në këshin qitë atin. Shka bon pejgamberi selam, neve në këshin qitë gazeta. Ajo këshirë me hytë, ishtë tanu një hëgjë, këshirë thmi në hëtëve. Edhe pejgamberi se me këshyri, her ato her gjematin, edhe dikur tha, ibni hadha sejidun, kë fëmija jam, kë nipi jam, është zotëri. Wa la'alla Allah e yusliha bihi bejnë fi'etejni min e muslimin. Dhe shpresojna që ky nipi jam, do t'i bashkon dy grupe të mëdha të muslimanëve. Edhe ashtu ka ndodhur. Pas vrasjes së Aliut radhiyallahu anhu, vazhdoi për një 6 muaj udhëheqjen e pat Hasani, ndërsa në Sham manena e kishte Muavija, në Gjezirë e kishte Hasani, dhe atëherë pejgamberi alayhis salam, atëherë Hasani tha unë pe e dërzoj udhëheqjen Muavijës. Unë po du më këshy shako në ahiret, s'po më interesoj fort çështja e dunjos, kështu tha dhe ja dërzoj dhe kështu i bashkoj. Pra pejgamberi sa më foli fjalë të mira për to, se tha ky do t'i bashkon dy grupe të mëdha të muslimanëve. Pastaj një ditë për ditëve Ebu Bekri radhiyallahu anhu, si njeriu më i miri këtij umeti pas pejgamberit alayhis salam, e kapi për dorë në krah, e kapi Hasanin, ale ishte i vogël. Edhe anisi Ebu Bekri po thot, vallahi ky Hasani, ky nuk po i ngjason babës vet, Aliut, por shumë po i ngjason pejgamberit. I thonte edhe Aliu radhiyallahu anhu busqeshke për këto shkatike Ebu Bekri, dhe këtë e sjell Imam Bukhariu. Pas edhe vetë Enesi radhiyallahu anhu thot se më shumti çka i ngjason te Ebu Bekrit, çka i ngjason te pejgamberit sa ishte Hasani. Po ishte njeri i devotshëm, njeri që ngjason te pejgamberit alayhis salam, ky transmetues i hadithit. Vdesh pejgamberi më kalon të ri, nëse janë gjemi haxhet e këtij, ka bën 25 haxhe, i ka bën Hasani. Edhe ato i ka pas devet më të mira që ka mujt me hyp në deve dhe me shku mi bon, për i ka bon kom. Ka shku 25 haxhe i ka bon, edhe pse devet më të mira i ka pas ofër dhe ja dërzoi pushtetin Muavijës ta grahni ju, edhe ajo është viti që nifet si viti kënaqësisë dhe i lumturisë dhe i gëzimit, për shkak se i bashkoi dy grupe të muslimanëve, muslimanët kënejt Hijazit edhe muslimanët e Shamit i bashkoi për nipi pejgamberit ky Hasani. Na elusmi Allahun azza wa jalla na fat na mshëron. Elusmi Allahun azza wa jalla me Hasanin dhe Husejnin dhe sahabit e tjerë dhe pejgamberin xhenetin e takon. Kështë për hadithin e 11, pastaj dolmi në hadithin e 12 herë në radhën e ardhshme inshallah. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.